që do të doni që në ta me ju për momentin. Mirëmëngjes, Ambroz Mehmeta nga Syri Televizion. Zoti Libashi, është raportuar në fakt një problematik të cilën e kemi parë edhe në zgjedhjet e shkuara sërish të përsëritur edhe në këto zgjedhje lokale. Në Mat ka pasur një denuncim nga kandidati e Partisë Demokratike, deputeti e Partisë Demokratike, Denisa Vata, e cila thotë se në qendrën e votimit pranë qendrës të votimit ka pasur prezencë të drejtuesve lokal në Mat dhe gjithashtu të punonjësve të tjerë shtetëror të cilët të bajnë shënim votuesit kush hyn kush del, duke parë, pra duke i patronazhuar ata, duke qenë se është edhe një problematik e hasur në vazhdimsi që raportohet ose faktohet edhe në raportin e OSBE-ut. Në rastin konkret, deputetja pretendon se nuk ka pasur asnjë lloj ndërhyrje nga ana e KZAZ-s, as nga ana e policisë dhe në Mat sërish ka pasur një tjetër rast ku gazetarët dhe operatorit nuk janë lejuar të filmohen me pretendimin nga ana e komisionerëve se nuk mund të filmojnë dhe nuk lejohet. Për ta sqaruar këtë pjesë, për ta ditur që nuk duhet të ketë pengesë nga ana e tyre dhe për pjesën e patronazhimit të votuesve, si do të zgjidhet kjo problematikë të cilën ne tashmë shohim në gjitha zgjedhjet. Faleminderit. Në lidhje me të drejtën e përfaqësuesve të medias për të qenë prezent edhe duke filmuar në ambientet e qendrave të votimit, do duhet ta theksoj që nuk ka asnjë kufizim. Legjislacioni shqiptar në dallim me disa vende të tjera, por shi edhe vende të Bashkimit Evropian ku ka ndalime, ne nuk kemi ndalime. Pra, gazetarët, operatorët e mediave kanë gjithë lirinë për të qenë prezent në qendrat e votimit. Dhe për këto raste që ju sollët në vëmendjen tonë, ne do të angazhojmë strukturat përkatëse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të adresuar këtë problem. Dhe ajo çfarë është patjetër kaq e rëndësishme, problematika që është konstatuar në disa qendra votimi lidhe me praninë e personave të paautorizuar, tani po bjem në dieni të këtij fakti në fakt dhe do të adresojmë duke komunikuar me qoftë edhe me policinë e shtetit nëse do të jetë nevoja. Është e ndaluar në mënyrë kategorike dhe do të nënshtrohen veprimeve të mëtejshme ligjore nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të gjithë ata të cilët bajnë shënim kush voton, kush nuk voton, kush hyri dhe kush doli nga qendra e votimit, apo edhe më keq akoma të cilët përpiqen të intimidojnë votuesit në qendrat e votimit. Nuk kemi hezitim për ta bërë. Ndjes vetëm një ndërhyrje, duke qenë se ata nuk lejohen dhe në një farë mënyrë në ligje kemi rregulluar këtë çështje, por ne kemi parë edhe në zgjedhjet e 11 majit, po përsëritet sërish si fenomen ose BE ngren si shqetësim, duke qenë se ne jemi sërish në prag të rifillimit të reformës zgjedhore. Si mund ta adresojmë në mënyrë që policia e shtetit ose strukturat e tjera të ndërhyjnë dhe të marrin masa me të vërtetë në këtë rast, pasi duket sikur nuk merret fare kjo çështje në konsiderat dhe vijohet të patronazhohen votuesit që hyjnë në qendra duke u mbajtur shënim dhe duket sikur nuk ka asnjë reflektimi nga ana praktike, pavarësisht se në ligj mund të jetë rregulluar dhe kjo gjë është e ndaluar. Faleminderit. Thash që do ta evidentojmë në pikpamje formale këtë rast dhe këtë problematikë edhe do ta adresojmë qoftë edhe tek organet e ndjekjes penale nëse është rasti për ta adresuar në këtë mënyrë. Por me njëherë sa ta përfundojmë këtë komunikimin me ju, do të komunikojmë me stafin e KQZ-s për ta adresuar ashtu sikurse do duhet adresohet ky rast.